Një seri ngjarjesh kriminale kanë shënuar ditën e sotme në disa qytete të vendit, duke lënë pas viktima të plagosur dhe një pasqyrë alarmante të dhunës dhe konflikteve që po përshkojnë shoqërinë shqiptare. Tragjedia e parë u regjistrua në Vlorë, ku 17-vjeçari Leandro Shametaj humbi jetën në një aksident të rënd rrugor në bulevardin Ismail Qemali. I riu po kthehej nga puna si kamarier kur u përplas për vdekje nga një automjet luksoz tip Porsche që drejtohej nga shtetasi me iniciale HB, 32 vjeç. Sipas hetimeve paraprake, shoferi ishte në gjendje të dehur dhe dyshohet se lëvizte me shpejtësi maramëndse, rreth 200 km/h. Përplasja e fuqishme mes Porsche dhe automjeti tip Trinti që drejtonte Leandroja i mori atij jetën në vend. Policia arrestoi minjëherë drejtuesin e mjetit, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë ende. Paraditën e sotme qyteti i Shkodrës u trondit nga një shpërthim i fuqishëm. 38 vjeçari Enea Buzukia punoi në si tatimeve, mbeti i plagosur pasi automjeti i tij shpërtheu sapo i ndezi motorin. Ngjarja ndodhi në lagjen Docmazi dhe sipas policisë, lënda plasëse ishte vendosur në makinën e parkuar. Një automjet i djegur u gjet më vonë në zonën e Postribës dhe po hetohet nëse ka lidhje me atentatin. Burime pranetuesve bëjnë me dije se Buzukia nuk ka pasur precedent penal, ndërsa ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Një tjetër ngjarje e rëndë u regjistrua në zonën e Shkallnurit në Durrës, ku 25-vjeçari Marian Kolleli vrau me thik baban e tij 63-vjeçarin Pjetër Kolleli. Sipas informacioneve paraprake, i riu vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe në momentin e krimit ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike. Pas krimit, autori u largua nga vendngjarja, por u kap pak orë më vonë nga policia. Në kryeqytet, një sherr mes dy punonjësve të një lokali në zonën e komunës së Parisit mori jetë njerëzish. 34 vjeçari Indrit Ismailari, kuzhunier në këtë lokal, humbi jetën pasi u godit me thik nga picieri i lokalit Filip Sheu. Ngjarja ndodhi pas një konflikti të çastit gjatë orarit të punës. Policia arrestoi menjëherë autorin, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur motivet që çuan në tragjedi. Një tjetër ngjarje tronditse ndodhi pas ditën e sotme në qytetin e Beratit, ku një debat absurd për disa para u kthye në tragjedi. 42 vjeçari Keli Hoxha, banues në Tiranë, po vizitonte kalan e qytetit bashkë me familjen. Ai u konfliktua me pronarin e një kali që ofronte shërbime turistike, pasi nuk pranoi të paguante për foton që kishte bërë fëmijëve të tij pranë kafshës. Debati mes Hoxhës dhe 63 vjeçarit Kristo Mema, i njohur dhe si Kastriot Hoxha, degeneroi në përleshje, gjatë së cilës Mema e goditi me thik duke i shkaktuar plagë vdekjeprurse. Viktima ndroi jetë në vend në sy të bashkëshortes dhe 2 fëmijëve të mitur. Nga Vlora në Shkodër, nga Durrësi në Tiranë e Berat, dita e sotme shënoi një val ngjarjesh të rënda që nxjerrin në pa klimën e tensionuar dhe problemet sociale që po rëndojnë jetën e përditshme në vend.